ka vlera të pamohueshme për rigjenerimin e organizmit tonë. Po, përdoret shumë edhe në kozmetik, edhe në dermatologji, sepse kemi parë shumë shampa produkte kremrash që kanë përbërës kalendull. Pse është pikërisht në këto kremra? Çfarë efekti jep në lëkurë? Njerëzit sot duan të përdorin nga ato bimë që kanë veti rigjeneruese. Pra, rigjenerimin e bën vetë organizmi. Por, këto bimë janë ndihmuese, e ndihmojnë organizmin që ky të fillojë atë procesin e rigjenerimit, duke bërë të mundur që të largojnë radikalet e lira, të largojnë këtë stresin oksidativ të organizmit, dhe organizmi pastaj fillon në mënyrë të sinkronizuar si një i tërë për të mbyllur ato plagët, puçra që ka ky në brendësitë të tij. Qartë. A ka, le themi, sinergji kjo bimë me bimë të tjera për të rritur fuqinë e saj? Po, sigurisht, dhe neve pikërisht për këtë gjë kemi sjell pak përbërës, por mund të themi, sinergjia është kjo, për shembull, si thua, që 2+2 të bëjnë 5, jo 4. Qartë, që të rritet fuqia vepruese kur secilës. rritet kjo, ky njëshi nga vjen. Nëse ne fillojmë për shembull një farë bashkëpunimi, shkëmbim për shembull, atëherë kemi këtë sinergjinë. Pra, unë ju shes juve diçka, juve nuk më merr, ju nuk më jepni lek, po një produkt tjetër më të lirë nga tregu dhe unë atë e rishes duke nxjerr atë fitimin për shembull. Ky është në kuptimin ekonomik. Ndërsa këtu nuk kemi më shitje, por kemi një bashkëpunim dhe ato që ka kalendula nuk i ka lulja e basanit në mbylljen e plagëve, për shembull, po. Ka shumë pak sapunine, po ka kjo më shumë. Ajo ka hipericinën, kjo nuk e ka. Po kjo ka, për shembull, beta-karoteinoide që ajo, për shembull, i ka shumë të pakta si gjurmë. Pra, kjo është sinergjia që këto bashkojnë, për shembull, këto mikroelementet dhe fuqia vepruese, ati suplementi, le ta quajmë, bëhet shumë herë më e madhe. Qartë. Për të bërë një kombinim tani të kumakut apo të kalendulës me bimë të tjera, mund të tregojmë disa shembuj në fakt. Po, patjetër, për shembull. Dhe për çfarë shërbejnë ato? Nëse ne do të marrim për shembull dhe të përgatisim një vaj të kalendulës. Që do na shërbente për çfarë? Që do të na shërbente edhe për rigjenerimin e lëkurës, edhe për plagët, puçrat, por njëkohësisht edhe për të qetësuar ato irritimet e lëkurës, kruarit në lëkurë. Atëherë si mund të veprojmë praktikisht? Për shembull, në rastin e parë që ne duam të bëjmë thjesht vetëm vajin e lules së kalendulës, e marrim për shembull, këto i hedhim kështu siç janë. Pra vetëm pjesa e nëse do të ishin pak të thara për shembull, atëherë do të hidhim 30 deri në 40 gram këtu. Lule. Dhe pjesa tjetër, pra, do të mbushej me vajin. Duke e lënë për disa ditë, besoj, në Kjo mënyrë që të është mirë që të lihet afërsisht 3 javë. Mirë është përsëri që këtë lule ne ta marrim dhe ta nxjerrim në diell, në mënyrë që... Kështu siç është në vazo. Po, ato fotonet e dritës ne t'i kthejmë në materje. Se kjo është një bimë që nuk rritet pa diell. Po, patjetër. Po, ne do ta përdorim atë rrezen e diellit, ato fotonet që kjo të më godasi këtë mikroelementin që ndodhet këtu dhe ta kaloj në vaj. Pra, kjo është njëra mënyrë që lulja e kalendulës mundet të këtu mund të shtojmë vaj çfarë të duam, vaj ulliri, vaj... Nëse duam që të pastrojmë, për shembull, edhe ato si formacione në fytyrë, si lezione të ngritura, është shumë mirë që të shtojmë në të hudhër dhe angjinare, që të qetësojmë dhe të krojturat. Pra, le të themi, një kalendul ku ne hedhim 30-40 gram dhe pjesa tjetër do të mbushet me vaj. Në rastin tonë, neve parafërsisht do të shtojmë rreth 100 gram, sepse kjo nuk merr më 100 ml vaj, po merr më tepër. Atëherë, pra, kjo është njëra ku ne shtojmë në të tashin vajin, unë solla këtu vajin e kajsisë, pasi
duhet që ta bëjmë. Se ndërkohë ka shumë lloje të tjera vaj, kokosi, vaj ulliri. Edhe me vajin e ullirit kjo shkon shumë mirë sepse ka ato acide, ato leike kështu, por unë përmenda atë fjalën këto formacionet, njollat kafe në lëkurë, ku vaj kajsis është i mrekullueshëm në këto raste. Ka të B15, B17, të cilat janë më rigjeneruese për organizmin. Pra, e gjetëm trajtimin e njollave kafe me kalendulën. Hedhim lulen e kalendulës. E mbushim me vajin e ullirit që ju mund të keni në shtëpi, me vajin e kajsis, në rastin konkret, e shumë e ratë. Po, patjetër. Kjo mbushet. Kërkesa jonë është bërë për njollat kafe dhe janë të shumt gra dhe vajzat që vuajnë nga njollat kafe. Një mënyrë për t'i trajtuar ato naturalisht, flas për njollat të cilat janë shkaktuar nga dielli, sepse për hiperpigmentime që vijnë nga arsye të ndryshme hormonale apo pasoja të tjera ku e kanë burimin e thellë edhe prej disa vitesh, sigurisht që duhet më shumë kohë për ta zbehur atë njoll. Nëse duam që pra këtë vaj ne ta pim afërsisht 2 lugë çaj në ditë, po pas 3 javësh, do t'ishte shumë mirë që në brendësi të saj të shtonim edhe disa... Për të luftuar së brendshmi, po thoni doktor, pra ky vaj do të pihet, do të konsumohet. Për të rritur efektin së brendshmi, atëhere, marrim mendrën e butë, mentha piperita, ose mendra ermir që i thot populli kësaj, dhe vendosim afërsisht, nëse nga kjo do të hedhim për shembull 30-40 gram, nga kjo do të hedhim më pak. 15 deri në 20. Pra, futet kështu në brendësi. Çfarë efekti do të lërë kjo gjethe? Kjo gjethe do të e para largon këto gazrat nga zorët, heq këto fryrit e shu, dhe rregullon, si të thuash, pH-in sidomos në stomak. Nuk e lejon që pH-i të jetë shumë acid, shumë gryes, dhe ndihmon, si thuash, ajo sinergjia është që kjo bim, pa tjetër që do të na japi atë efektin e saj qetësues. Ta lëm kështu se çka e bukur. E lëm se është e bukur dhe vendosim këtu përpara, pra një trajtim i parë që përgatitëm me lulet e kalendulës, me gjethet e mentes dhe me vaj kajsie. Kjo qëndron për 3 javë, po thoni doktor, dhe më pas 3 javë e mbyllur dhe e lëm në diell. Në diell, te dritarja. Mandej do të kullohet. Do lyhet me fytyra me këtë? E përdorim për lyerjen e fytyrës. Mundet që po ky vaj të merret dhe të përgatitet krem në këtë mënyrë. Mbasi e kemi kulluar mirë, vaj duhet të ketë marrë këtë ngjyrën e verdhë, kështu tamam si një karrotë e bukur kështu, dhe shtojmë, për shembull, në 100 ml vaj, mund të shtojmë afërsisht 10 gram dyll blete që ta ngurtësoj. Të na i kthej në një gjë të ngurtë. Nëse do të përdorim atë mjaltin e cipave të hojeve, ai është i mrekullueshëm. Nëse do të përdorim atë mjaltin e zogave, të atyre bletëve që rishtas fillojnë punën për herë të parë, ai është përsëri i mrekullueshëm, ka një ngjyrë jo të verdhë, po një ngjyrë kremi të ëmbël. Këto të dy lloj dyllrash janë të mrekullueshme dhe i shkojnë shumë mirë kalendulës. Nuk e prishin ngjyrën e kësaj, i çfarë, vetëm e lën ashtu siç është, dhe kjo ka një pamje të ngurtësuar. Dylli fillimisht e shkrim, apo jo, dhe më pas e me një banjomari bashkohet me këtë vaj dhe e lëm të ftohet. Shumë e thjeshta është. Pra, marrim afërsisht 50-60 ml vaj, 5-6 gram, 100 ml deri në 100 ml vaj, 10 gram dyll, 6 gram dyll blete. Pavarësisht njollave, sigurisht përdorimi i saj për një fytyrë më me shkëlqim, më me elasticitet, pas një lloj shenje në të, është një krem natyral. Po patjetër. Mund të përdoret vaj edhe për fëmijët, për shembull, pas dushit. Pra e lyejmë trupin me këtë vaj dhe ai fillon një relaksim mrekullisht mirë të muskujve. Edhe lëkura mbetet ashtu e butë dhe shumë fëminore.